kam pas qef gjithë mos me mnjoft si qika e fjollës, po se Lediana. Ata nuk e din që jam rrit one, nuk e din qa kom përjetu, nuk prej ditës parë që kom dalë për spitalit, dhe me thonë ditën e parë që kom lindë, unë kom nejt me gjyshin edhe gjyshen. 9 muaj kom pas ku i kom shku gjyshit e kryt me flejta, e kom thonë gjyshit pja nisi me TikTok, ma ka bo e qasht ajo. Më kanë thonë vazhdo veç desh më desh. Si prind që i ndjejo në gjyshi me gjyshen. Dashnin që e kam për ta, nuk mundet me zavendësu prind të mi heq. Për një dikon të urly për Red Bull Pink, kur këthejna durime. Gjalli 2 metra me pi Red Bull Pink. Se të s'pojeton me nanën tone. Se kur jam lidhën e me gjyshen, mas 18 vjetë, apo menon që mu i me shku të nana jama, unë jam që kjo që jam fal tyne, nuk jam fal nanës tem ose babës tem. Me thonë dikush rënd qika jam e mu, tu kalën e me gjyshen edhe gjyshen, mos thuj bile që unë jam rrit me ty, se unë e meritojnë gjyshen dhe gjyshen. Qaj njëri që të rrit është nanë, jo qaja që të banë. Të po. Përshëndetje miq të gazetës Demos, të podcastit Të po, mirë se po takohemi edhe në këtë javë. Kohëve të fundit e dina që TikToku është rrjeti social më i klikuar, janë disa persona ose personazhe ndryshe, cilët janë ka idojnë tepër shumë qytetarët e ndalë botës, gjithkas, muna me thonë veç për në Kosovë. Kështu që sot me neve është Lediana Rahimi. Përshëndetje. Përshëndetje. Se më dojtë përshëndetje, nuk më dojtë përshëndetje. E potencova dhe ma herët na ka ra dje mu taku, kështu që kena kry lafin, kështu që sot po më do këtë sikur me nejt baja gegat me ty. Pash, edhe unë po më do këtë që të nja shumë amati. A po do këtë vetja si shpe më spari. Shumë rahat jam. Falenderit më spari për ftesën, edhe po më janë shumë mirë që jam këtu me ty sot. Falenderit shumë. Si fillojmë po të më dhe pak për TikTokën, qysh ja nise. Valla, se po besoj që këtë tash që jënë të pojën të e ditë që prej ka e qysh. Mama ti kom postu veç video ashtu thjesht ajo që në më bo virala diqka, po kur hinin pjesën në jetës të durimi, që atëherë janë nësë me bo ma shumë bom. Që atëherë janë nësë më interesu. Po, kur njerës pidojnë ma shumë 2 persona kur janë bashkë, se sa një, se njës nuk po mundet me ka bashkë ato që ka pëdojnë ata, që që kur po janë 2 persona, po është ma mirë, edhe për njerës edhe për neve që po na vjen ma atlet me bo video. Që sa kohë bo që merresh me TikTok? As një vjet. As një vjet? Po. Okej, cila ko videoja e parë që din ashtu që të ka shku viral? Nashtë që prej që asoja ka njës tani dhe me pas komente dhe me të njohë njështë ma shumë. Me të kalzu drejt viral u shku që ke fundi, që kom repliku një koment se kështu. Se kështu s'është që kanë shku shumë viral që me thonë valla që kjo. Ama videot e fundit që i kom postu, ke mujtë mi parë nështë ta, një koment që i kom repliku që më ka pengu paka shumë, edhe që ajo menoj që konë ma viral, edhe normal ajo me gjyshen me foto që i kena pas. Pse është që kjo, kur ishte njerëzve tjetër edhe vetë që kur janë 2 persona ecë ma mirë, çka ke mujtë me vrejt? S'po di, nështë e kanë ma të letë ashtu njerëz kur janë me 2 veta, me pas unë për vetë e kam ma të letë dhe jam ma pak e sërësume kur jam me durimin. A kur jam vetë, dishush me nona çka me bo për njerëz të tjerë për me pa normal ma interesant mu duk, ama nuk e di, unë menoj që kur janë 2 njerëz me një video ka diçka ma shumë e po. A po vlerësohet TikToku tamën si profesion, si kur punë ditën e sotit, a ke mujtë me vrejt që cen, gjatë periudës kur ke fillu edhe që tash? Valla, me tregu drejt, unë e bashkëpunime nuk kom pas për mes TikToku që me thonë kom fitu diçka. Edhe në caktu me një shumë ose një diçka. Përveç që kom dash më ndihmu bizneseve të vogla që me një bashkëpunim ose diçka të vogël çado që kanë pas mundësi me më qu, për pjesën e pagesës nuk është që ka marrë pagesë. Okej. Domethënë nuk është si biznes që konsiderojnë tjerë. Domethënë përveç që fitojnë pillojve të mdokët, me ato giftat e sanët, ama me pagesa jo. Në një të armët e afërt, a keme fillu me bo tamën me pagesë? Valla, kom mendu... Se shumica e shohin si punë, si profesion tashmë. Ama unë e kam edhe një biznes temin që dona mu drejtu gjithë të aj, edhe të dona me pas një kohë të lirë për TikTok, jo veç për biznesin tem, se biznesi jam për me është ma i rëndësishëm se TikToku, kështu që ma shumë bëj mas biznesi se sa mas TikTokut. Okej, super, halja ma mirë, merresh me diçka tjetër, e ki edhe një diçka me cilën mundesh më mirë pak ma shumë, ashtu me i kushtu vëmendje. Po, cila ke ajo kurreshtja e njerëzve me ditë kush është Lediana, çka bën Lediana? O, zot, kurreshtja e njerëzve u konë me thonë për fillimit, nuk e kanë ditë kush jam, sakt. Do me thonë, video në TikTok jam bu veç se virale kështu për momentin, adin që nuk është që e kanë ditë kush jam one, më ka njohë vetë si Ledian. Edhe normal që ashtu kam pas qef gjithë, mos me mnjoft si qika e fjollës, po se Lediana,
Po edhe në shkollë kom pas shumë qëtë problem që më ka njohë si qika e fjollës. Kështu që arrite me ndrru qëto prej qika e fjollës të Besoj Lediona që kom TikTokut. arrit me intervistën e fundit që e kom pas, se kom pas shumë komente do më thonë që për qysh jam rrit one, edhe une kom dash me sqaru qatë pjesë që mos me mendu njerëzit që one jam rrit e nona jam, për ndryshë unë jam rrit e gjyshja dhe gjyshja, kom cek edhe në video, ku kom repliku edhe me një koment, që nuk kom dasht, une nuk e kom mohu kur nonën tem. Kjo është vetë se e ditne, se s'kom pse. Po veç kom dasht me e dit njerëzit që une nuk jetoj me të, jetoj me gjyshin edhe gjyshin. Cili ke komente që të boni me repliku ashtu që të pengoj mas publikimit asaj interviste, e që me dashje, pa dashje, tha okej, është momenti që une me folë për shqicen. Se në momentin që e kanë shkrujt që une kom mohu nonën tem, do me thonë edhe gazetat i kanë bo shumë të mdoja që të lajmë, mu ka dasht me repliku se nuk e din ata që ka ndjej one, do me thonë mundohen me të prejkën pika dopta që nuk e din që shë ndjehesh, ata nuk e din që shë jam rrit one, nuk e din qa kom përjetu, nuk e din qa kom pas, do me thonë gjatë 22 vjetë, se unë 22 vjetë i kom, po gjatë qësaj kohë me kënë jam rrit, kush më ka nejtë ofër, kënë e kom pas ofër, nuk e kanë ditë, kështu që u dash me repliku, po në momentin që kom repliku, kanë menu që unë e kom mohu nonën tem, po jo se kom bo korat as nuk e bëj kur njetë, se është, te ke fundit është nona jam. Po më intereson me ditë e përmende edhe gjyshin, e po më intereson me ditë pak ma shumë rreth tyne. Se e ke spjegun pikat shkurta me një intervist ku ke qenë, por nuk është ashtu se rjedhoj se qysh ma ke tregu mua dhe u konë shumë interesant qysh e ke tregu për shkak që të kanë qunë shkollë, të kanë qunë qerë, dhe thonë për tëna hapat që ti i ke pas hapat e par i ke pas ata. Po, une prej ditës parë që kom dalë për spitalit, dhe me thonë ditën e parë që kom lindë, une kom nejt me gjyshin edhe gjyshen, ku në spital më kanë marrë halla jem edhe gjyshi jem. Edhe gjyshi me hallën, dhe me thonë ma kanë vendosë emrin, e kom prej tyne. Edhe, unë kom të regu dhe një rast, 9 muaj kom pas, ku i kom shku gjyshit e kryt me flejta ajse. Edhe vetë dhe ke që zdi që shke mujt me ardhë 9 mujsh. Amo, dhe me thonë prej ditës të parë, ne pa ta, s'kisha mujt me konë ku jam. Janë, dhe me thonë, njerës ma të rëndësishëm tjetës tam, edhe unë e thom shpesh menoj që ka bëj nesër mas nesër nësa ata nuk i kam, edhe nuk e di, do me thonë, veç më vjen që ajo ndjenë që kur shkoj në Shpënja, hello people, edhe më bëj, nuk jenë Angli, në Kosovë. A din e kom lidhjen shumë të afërt me ta, din çdo sen që e kam një problem të vogël, se unë jam shumë të pendishëm, koj me njëherë për çdo sen, edhe gjithë maja pat kurajan që dosh më konë maja fort, jo me kojt vash për çdo sen. Edhe diqysh, më vjen mirë që mundohet me më mbështet edhe me pasur në djathtë për çdo sen. Edhe gjyshën njëjtë. Tash gjithë secili për neve i dojna gjyshin edhe gjyshen, pavarësisht ta na kanë rrit as ta kanë rrit, po në momentin që janë konë me neve në shtëpi kena edhe nëse kena bo një problem fundit kanë dosh me na rrej mami dhe babi kena pas ata, din kjo është e pashmangshme, po më intereson me ditë ato fillimet e tua kështu kur e mon veten men. Çka është një diçka që ta kanë thonë ton kohën, ta kanë potencuar, ta kanë dhënë një këshill që ti sot asaj dite e mon hala. Mu bëhe fort, mos me u ndiku prej njerëzve edhe mos me ju besu njerëzve qoftë i afër, qoftë i larg. Se krejt një ditë kanë u ta kthy shpinën pa marrë parasysh ç'a ndodh. Sa janë për krah teje ka ona e TikTokut, se tashmë ata veç besoj edhe për cilën video. E kom thonë gjyshit pja nisi me TikTok, ma ka bu, e qa është ajo? E tash është do me thonë non stop në TikTok të shfletu. Edhe gjithë do me thonë gjyshja jenë me këshru videot, edhe kanë qef shumë adin, edhe unë po menoj që i kom bo krenar me qka do që kom bo deri sot, amo për pjesën e TikTokut më kanë thonë vazhdo veç desh më desh. Si krejt. Dhe me thonë mos me tepru me paraqitje, po kështu në vetë e kam që jam një tip që nuk veshna ekstravagant, edhe jam një tip që veshna ma shumë serioze, ashtu edhe në lokal kur shkoj, diqysh shkoj se edhe pa ly dalë, se s'manin heq, diqysh jam një tip që ashtu. Cili është mas trek, gjyshja a gjyshja? Gjyshja. Sa me ketë gratë Sa në kena gjysh. dosh me dhe gjyshin diqka, dhe me thonë për me nalon dikun me shku, gjyshja o kone e të bo. Jo, mos me nalon. Po më intereson sa i përket pjesës durimit, cili ti ke tregu të parit? Mos më shten si klasë, s'gudzoj me kallëzu. Më ndoj që të kanë zonë. Gjyshit i kom kallëzu e njerë mas 3 javë. Okej. Edhe i kom thonë gjyshja kom nisë me fol me një djallë, edhe veç u met. Edhe qka tha për që sa tash, që shto, tha, e pse po më kallëzon, tha, mos është herët. Thash jo sërë se kom qef me dit, nuk kom qef me marrë vesh prej njerëzve tjerë. Do me thonë edhe vetë njëna ma rahat kur të foli diqka me ta, se
Ma mirë i kallëzoj nëse me një prej dikon tjetër, se na shqiptarët bëni e pom dikën diçka, me njëherë folëm. Kështu që e kom pas ma të lehtë me shpreh dhe me gjyshen njëjtë. Kur u kanë momente Ledian që të kanë tregu ashtu ndoshta që tamam ti veç e rrit veç me ta, pa praninë të dy prindve të tjerë. Unë kom Edhe ditë prej çu shokon çaja për ty. Unë kom ditë prej fillimit që jam rrit me gjyshen edhe nuk kom pas, adem prind nuk i kom pas afër, po gjithë jam rrit me figurën e tyre, adem gjithë figurët domethënë i kom pas ata. Personazhet e domethënë të para tjetës tam janë kon ata. Edhe prej momentit, unë dashni nuk kom thonë që nuk kam për prindë e mi, se e kanë të keq kuptu, domethënë si situatë mu po vjen shumë keq që u keq kuptu, po si prind që i ndjej janë gjyshi me gjyshen. Për prindë e mi kam dashni, po veç që në momentet e para, deri në momentet e jetës tam që tashtë janë kon gjyshi dhe gjyshja, dashnin që e kam për ta, nuk mundet me zavendësu prindë e mi heq, adin? Mundet me kuptu qaj që u rrit me gjyshen edhe gjyshen e prind si ka pas afër. Po jo një njëri që me prind u rrit e ka pas gjyshen e gjyshen shpe. A beden është ndryshe. Është ndryshe. Ti përmend edhe pjesën e komenteve dhe të rrjeteve sociale tashmë po dina na çka do që poston dikush më veç fillon me bobu. Gjithë gjeni diçka mu kop shqiptarët, gjithë kanë ato sa do repliko për diçka, a pet kanë me gjetni diçka duhur për pesh, ose për gjatësi, ose pse numri i komës ma i madh, pse dura ma e vogël, gjithë kanë me gjetni diçka mu kop. Tash do më thonë ka fillu pjesa e babit tem, unë babin e kam, jetoj do më thonë me prind e babit tem, edhe normal që unë babin e kam, se çdo fëmijë ka një bab dikun. Babin e kam, shqyqyr zotit, shumë mirë kaloj me të, e kam edhe ato gjithçka në jetë, është njëri shumë i kuptueshëm edhe për çdo sen e kam rapa. Ky sen dihet, po njerëz do më thonë çado që replikon për diçka gjithë ka me pas komente negative. Pjesa e komenteve në që periudhën mas të intervistës të parë, sa i kanë penguar ashta gjyshin edhe gjyshen, cilat kanë qenë fjalët e tyre që ti kanë thonë ato? Nuk kam dash mu përdor ftyra e gjyshës tem nëpër gazeta. Nuk kam dash mu përdor ftyra e gjyshës tem nëpër rrjete sociale, se nuk kam dash me e ndje gjyshja em mu ndje keq prej njerëzve tjerë që ka bojnë ata, se normal gazetarët e kanë këtë punë, nuk është që ka pengu mu. Po nuk kom dash gjyshja me hi në këtë farë aspekti, as gjyshja do me thonë as njone. Kom dash me urujt privatsin maksimum. Po në momentin që e kanë qitë gazetat që une nuk e pranoj nanën teme, më hoj nanën tem, që nuk ndodhë kësen, ka dhez qaj sen, veç shkurt e shqip ti qysh u bo veç për qatë, edhe mu më ka pengu edhe me njëherë i kom shrujt, ose mu ka dash me bo pa di për qatë gazet. Se për ndryshe, mu më ka orë keq që gjyshja mu një keq, se ajo nuk ka faj, për derisa e qesin gazetarët në për gazeta, nuk ka faj heq. Po gjyshit tem kështu ashtu nuk është që e shprej që i pengojnë, a pëtën komentet negative, sa nëse mas intervistën ma bëni buja i sa në dhe për kur gjëhet që thojnë, se të na sa në për kur gjë dheze, edhe veç nuk e di, nuk jo ka pengu, po komentet negative në fort si kështyri së është që pengojnë, se unë e di vetë qysh jam, e di qëfar njëri jam, edhe e di që me kanë njëm rritë, edhe qa kom përjetu në derin që të mosh, qa kom e përjetu më vonë. Jeta është e gatë. Na e dina që përveç, nuk e dija e din publiku që ty të përcjellin, po përveç që mirësh me TikTok, ti ke përfundu edhe infermeri, qysh po unë është me dalë me të dyjat. Po lash që kom një stagjet, me nëzoj të mlu gjyshe, shka, me licencën. Po mirë, që zotit para dite po jam në stazh, mas dite po jam në lokal, tani po do të me dalë me një kafe, diçka me pi me gjyshen, nonën, edhe po mununa me menagju, qysh po moj. Qysh është me konë infermiera, o konë e vështirë për ty me bërë si profesion? Se në Kosovë po më do këtë shumica e gjyshes, nonës, babes e kanë kështu si pik me ju bo qika mjeke. Unë në fillim se kum dasht heq, se profesion se jam kona se tipi që zët gjak u bo nami, po nuk u regjistrova në shkollën ku dashta, në gjimnaz shoqëror, edhe mas se gjyshi kish një për shkollën, do me thonë temën që unë jem konë, edhe shkova në shkollë, janë njësa shkollës mesme, nuk mu rike, mu doke si burg, se na i meshin telefonat, nuk u dzoj shumë mu lyt, edhe nashta edhe që jom kam i tash edhe me dojnë pali shpesh, se sështë që e kam mene, amo unë e thonë ma mirë që më rri qashtë, në qatë frymë, do me thonë shkollës që ma ka njep, me fillim, sielet që i kom, do me thonë edhe, i kom edhe prej shkollës, normal, se e kena pas senet strikte, s'ke guzu me shku që dush vesh, pantollat shkurt, majicat shkurta, i ke pas shumë do rregulla që ta kanë thy, a beden që ato që ti zgudzon me shku qashtë.
Edhe besoj që prej qasajna nështë e ko marrë dhe veshën, edhe sa në që në ditë sotit nuk është që mjepet mi bu. Sa e ki të lidhë ta kështë profesionet, për shembull, ti vesh tregove që e ki biznese, mandej TikTokun, tani edhe me infermieri, sa e gjejnë ai fa lidhje mes tyne? Lidhjen me, nuk është që e ka me TikTok shumë apëtën, lidhjen me infermierin. Se infermieria e ka spitalin, e ka dhe më thonë sa në që... A mu me biznesin tem, po se unë i kam edhe tretmanet e ftyrës që i bëj, edhe dyshysh, jam infermiere, tek e fundit, unë nuk shkoj të dikush që nuk e ka një diçka të shëndetësisë të kryme, se ditë sotit jam bo për një me shumë fillera botoksa që përbojnë veç pa licenca. Edhe u bo shtira dhe mi besu, dikojna se qohet nesër bosh alergji, ose të fryet ftyra, to e ftyra, kurse ti që është puna. Po pa e pas licencën unë se menoj që unë për vetës unë shkoj të dikush që s'është profesionist. Shumica e trejave dhe trive që kryjnë infermieri e shohin se rrug dalje ose zgjidhja është me një farforme me dalë në Gjermani. Që që ka shku menja, thotë durimit ka shku në Gjermani, kështu që që do me bo. Në fillim, kur ja kom nisë infermieris, gjyshi gjithë më ka e presion me ime mësu gjuhën gjermane. Gjithë jam kona njëri që kom thonë, hajtë se nesër, hajtë se javën tjetër shkoj, hajtë se kështu, hajtë se ashtu, kur se më shku me bo. Do me thonë me mësu gjuhën gjermane, se së shumë 4 hek edhe unë s'kom qef me konë largë nanës edhe gjyshit. Kom qef me konë ofër tyne, edhe lokalin e kom marrë ofër paresës, një minut që aty. Edhe kështu atin së që m'jepet me shku në Gjermani, se unë jetën tem këtu e kam nanën, gjyshin e kam këtu edhe nuk është që kom pas menim në herë kur. Kështu që po më do këtë rahat jenë në Kosovë, nuk e pas ke planin. A pe blen kjo që durimi me pa tjetër do të më këthyë me jetu në Kosovë? Vallaj, s'kam qaj bëj. Në aro me përmen kështu gjatë intervistës në fillim, kështu që apo na tregon pak se qysh je njoftu me to. Ku. Edhe për një kohë tepër shkurt ka ndodhur shumë sene. Unë me durimin nuk i kena asë një vjetë bashkë, do me thonë me një gusht i bojna një vjetë. Kur e kom kjo verë në dimër mos gabofsha, dimër në verë, qëto t'i shka të është të pizat në shesh, unë jam dalë për biletën e hillit, se pa ta shqit biletën edhe pa të busë e rëmuj, u dash me shku personin që e ka shqit biletën, me shku mja jep do me thonë biletën ati tjetrit, se si jepshin ato trakat të dorës, unë që atë ditë për të isha me dalë shumë. Dalë në shesh, te i kalim e shë durimin, po thom hajt bre se te i kalim njëri sa njëri në shek këto. Edhe të shku aty me pi kafe për shok këto apet, për një dikon të urly për atë bëllë peng, kur këthejna durimin. Thash gjallit 2 metra me pirë atë bëllë peng. Këta ta që njën të menu që ta është të qish. Po dhe edhe plus i fitnessit, kërka në kulidhke. Kthejna e shokeshë, thë o zot të merë njërë 2 metra në bëllë peng. Shkojnë të veni mullë, edhe tu këshyra ashtu atin, edhe për i me, e te prumë këshyr, vjen ma lyp snepin, tani ma peqa asoj dite që i na lidh, kur të na do, heq. Edhe tash që u shku Gjermania, di shumë të më do këthot veni që s'u porri heq një ven. Lokal kur përshkoj po thëmë pëse so këto. Qysh e ke kuptu që është i duhuri? Se kjo pyetje e mdokët gjithë kush ja bën dikujt, ase një shokët ose një shoqës kur e gjen dikan, gjithë i thonë se qysh e kuptove që është çaj ose çajo. Fakti që si kam pengu sanët e mia, dhe nëse dikuj na për shembull i pengon TikToku, i pengon me pas një biznes në vëmën se ditë sotit ka të rifar njëri. Amo unë durimin e kom pas më bështetje për ditës parë që kom njoft, edhe në gjithë më ka shty me bo diqka, provaje, sens është, edhe nëse dështon s'ka lidhje, edhe për lokal që është e këna nisë, me provu edhe me dështu kur gjës është, se për i me pa e provu një sen të s'më nëshme dita është për ty as është. Amo në momentin që e kom pa që është ta më në tepi jemi është si une, dyqysh është i qelt, full, kesh, edhe me kodë mërzitësha, me madhë mrena, po për tjertë është i busqesh unë gjithë, si unë njej. Edhe nuk është që e shprejëm ashtë të fort kur jena mërzitëshëm as njoni. Vesh kur jena bashkë normal që do të mi full sa në cilat në pengujnë. Amo kështë është tepi jemi. Po më interesën me ditë, apen hajarët bot peng. Po. Se në Kosovë pa problem me gjithë. Mja i hepse, edhe shtrajt 2 gjysë. E pas këtë problem që tjesën do më thonë. Shumë. Po me provoj këto tjera, se dhe ato në gjyra tjera janë shumë mjabë dhe t'jo vish pinkon e do. Provoj këto t'kajt, pra të këto t'vira, se këto pojnë për bura. Këtë t'verdhen që edhe më doke që thëmë kësi kjo ma lire, jo t'ja ma shtrajt. Gjyshu kon takimi i gjyshit edhe i nanës me durimin? Gjyshi jam, kërë dalim kafe, ka nej 2 orë me durimin, edhe unë isha në stres, se të shaku me di që e në të vojnë, 2 orë. Edhe, kërë orë ta nej gjyshi, asë nuk më ka thonë mirë, asë keq. Edhe unë s'disha qa të ndosë, se të isha, a i ka përqy, as i ka përqy si njeri, se ku me di
tash ndoshta e ka prishur me ndaj fjalë. Ndoshta mu pëlqen, po atis Po pëlqen. edhe po vjen durimi tha, ishëm të taku me pi kafe, janë nisi tha shumë mirë kom kalue, atë po tha, nuk po mblen tha mi pagu kafe, tha gjyshe. Tha shlesë s'ka lidhje, ç'ashtu e ka. A gjysha se ka ditë hiç takimin me durimin. Ajo veç u kanë kafe, unë e kom vetë ku je, u kanë kafe me motrën tam, edhe kom thirrë, kom thonë ku je, tha ç'është të kafe të pishat, thash durimi ta bësh shkojna, tha shkojna. O, as kafe nuk më i ke me pi, e merr ke filxhanin, e afroj ke e lejke. Nuk më i ke hiç mu koncentru. Amo gjyshe dojnë durimin ti për shumë. Do më thonë janë të lidhën me të kështu. Unë menoj që ai ka bo edhe me energjinë e vetë për vete, edhe tha mu zot që shpedoni më në durimin ka qëmë që tash e keni njoftu. Të thonë ti mos pëdoni këta më shumë se sa mu. Tani po më jani nati, se që nëzoj. Po më intereson me dita është te që shokon kur i ke njoftu prindë të durimit, familjen e durimit. Nana e durimit është tepër e mirë, është tepër gru e urtë atë që thojnë zdi. Unë e tham, jam me fat që e kam një qasë vjere, edhe vjerën e kam shumë të mirë. Takimi me dy të korë shumë i mirë, normal se vjerë dhe vjera janë të rëndësishëm për mu, po me nanën e durimit ka ra me pi kafe, mas ne dhe me babën e durimit e kam taku rrugës ashtu se s'është që më ka ra me pi kafe, po kur na taku këtë familjet, atë nuk konë interesant, se durimi s'fol konë s'folsha. Folat atyrë për juve. Durimi ja ka bu pret një të foli ore tashte, edhe veç unalë në stekand edhe kam vazhdu, ata apet lapin e vetë, këto se kanë ngu Nuk e llogaret që në ma. Sa je kështu tradicionale, tash na po besoj. Ti me të propozut ka propozu, po qa bohe tash mas pena? Tash kismet jena të dosh me puni fejis, veç familjet, nuk është që jena të dosh me, se gjithë, unë thëmë gjithë këme kone kesht, sa të të më dhe e bën, sa të të vëgër, sa të pëse më ka thirë, kështu që besoj që kom e kry veç me fejis, martesën nuk kom e boje që dorshmën, edhe s'po du mu kish, shkurt e shqip për njerëzve, mu para gjyku për zene pa lidhja, jo fustani ajo kja, me familjen tem në ngushtën, familjen durimin në ngushtën, qata njerëz mi pas njerëz e rëndësishëm që i kena, edhe mos me të pru ma shumë. Ma gjatë një kana gjash kësë me të bëj ty të thirë. Se që mirë është, unë shlirova. Darë se më loj s'ko, janë shumë keq. Qysh do me bu kana gjash që mus me bu darësëm? Kana gjash në kam premtu për gjyshet. Pa kana gjash të më shkoj. Do më thonë nuk qesin për shpije pa kana gjash Ka ty. thonë jo, pa kana gjash. Kana gjash i ka thonë turi, kana gjash dhe kopim meje, për tjera të përni shatë do. A kemi vesh ato dimija dhe këto tesha? Unë si kam marak heq. Heq si kam marak. Po kështu, nëse do më për shamu gjyshe jame dhe vjera jame normal me po, ndimija një lik, pse jo, s'ka lidhje. Kështu që i kishe bu për hatrin e tyne? Po, se kisha pas problem. Okej. Ama sa për vete jo. Sa për vete jo, e kisha lënë këtë pjesë. Unë është më mësha shumë thjesht, në pati kanë që se sa në qajën të leta, se pritoj shumë më ndrejsh mu vesh, ashtu me depru shumë pritoj. Qysh ke ai momenti propozimit për ty, kur propozoj, se ndogot andra çdo femër është me propozu. Une, s'është që kom lyp propozim kur, atë kom thonë hajt fejet që atë me bo dhe e dina që jena për njën tjetërin. Po për propozim u konë se ma pat pështjel. Jo me 13, jo me 14 e sana, edhe unë tu e prita, bedin, thash, ku me ditë, me 13 ishë i 12. Edhe dalë me hongër dark, edhe pa isha një tavolim veç vetë, as nuk kërkush në salë. Tha isha që atë ndohë, tha veç ku më doshta me kom vetë, tha me i folj do senë, thash ku me di qa po do i ka me folj. Unë të menu, thash ku, pas na bona i se, thash keqë, pas na thona i se. Se unë ka njerë foli pi nervozë, se nervozona shumë shpejt. Jam shumë temperament, adin. Reagoj për 5 minuta, i kam nervoz, për që ato 5 minuta të shmurujt. Edhe, e pash motrën tem po hinë mrena, e pash shoqnin, thash ka dalje, për shkure kom pa durimin ullën në gojë, thash ku. As në kom ditë shmera, a me kajta me kesh, njonën. A mo që aty u kom për i mes se kom prit, u kom e pa prit shmes. Zdi, nuk kom koment me folë. A i the tani po, a nuk the kur gjove që ka veç që nozën kështë do kry? Ai u konë të dridh durët, s'mu i ka su nozën në maqitë, dhe veç e kom ko për nozën e kom shdi vetë. Tash dhe me thonë dje që po. Të do t'ju në fejova me vetën. Po, mas mirë, ti qa me lodha ta hajtë. Te që ke pjesa që ajo është në Gjermani peshom edhe pjesën e TikTok-ut tina, që o bo dhaj bëja ge shumë aktiv në TikTok. Ajo është ma viral se unë, ati në shkojnë pita të marrë viral se mu. S'pe bërë një TikTok bashkë, probile. Dhe kena menu, po puna është që tash durimi në Gjermani, unë në Kosovë nuk është që po mujna me jona i gati fërët video. Unë për shembull
ndodhë që një ditë nuk postoj heq, apo se m'jepët, ose nuk kam çka me bo video, ose thjesht harroj se në lokal në stazh mu kam bo si shumë. Tash ti, në momentin që vjen durimi kismet du të me bo një TikTok bashkë, s'kena që me bo. Njasi, më rë dhe më rësë. O, zatë. E qështë do një me bo, bro? Se di, halo se kena vendos tani po të kallëzoj. Ai, po i bëndo video kove të fundit, Dita e parë Paledianën, dita e dy, dita e tre. Komentet të ki, po hajtë bre se këthujesh. sa ku ka me nejt atja, ka Pala vendos. dhe në qërshor, ama dotën se di ka thonë s'ta kallëzoj. Okej. Ta është tek qiro. Çka nëse pa prita është të thotë që nuk jam ka du mu këthy dhe më ka du me nejt, Jo, qa ki me bu? nuk thot. Nuk e thot atë sen korë, se edhe në nëtoru konë, ka nejt 2 muj, po për shembull u kthyja din se ka di që nuk mënet me bo atje dhe heq u mërzit shumë nuk po mën me nejt. Nuk Nuk po pitëm mën dësh me shty me zë. Çka po thot zakonisht? Se këto telefonat janë zakonisht mas punës, kur ata e përfundojnë punën që ata kanë Edhe kohë me punën të thirr. thirr, sa i punon të doja i vet, adin nuk e ka shumë strikt që me thonë valla s'mënët. Amo kështu mas punës gjithë është pishmam pse u shku. Edhe një duket, se unë thash jena, do me thonë 2 tipa që takom çdo ditë. Pa e pi bile një kafe nuk mujna, edhe kur na ro mu largu shumë shpejt, na ro kres, se shumë qysh. Amo tash mirë, po më duket që u stabilizu. Krejt ta që janë të na përcjellit, po besoj është ajo kurështja se çish mundet një njeri me arrit mbrana 9 mujve, me mrit deri në ç't pikë. Çka është një diçka që ju kishe thonë? Unë mendoj që dashnia nuk është, se kur s'ki respekt, s'ki besim, dashni nuk ka. Është respekti edhe është besimi të një qeft. Normal që nëse i ki që ato dyja kime pasë të dashni që... Dashnia, unë mendoj që dashnia dikur harxhohet, në pleqni sidomos. Adem po respekti dhe besimi me të gjithmonë. Unë që ato e di, edhe që ato e thonë. Gjithë. Në fillim e përmenëm pak pjesën e rrjeteve sociale dhe të komenteve në rrjete sociale. Tash që je shumë ma en me to, sa të pengon ç'ke pjesë? Mu së më pengon kur gjë. Thjesht komentet negative ju pengon familjes tama. Se unë jam mësu, unë jam shumë moti dhe me thonë për gazeta, që me thonë tash ftyrë publike, po puna është që mu së më pengon sana e pjesë. Unë jam shumë e thjesht me njerëzit, kur ju më takojnë në rrugë, jam një njeri shumë i thjesht, nuk manin çka bëjnë në TikTok, është jeta e me TikTokut, kur më përshëndet mu një njeri mu më toket shumë mirë, dhe njëna tepër mirë. Po thjesht nuk kam pengon veç komentet që folin pa lidhja, dhe nëse gjithë ta kam e ta gjetë një farë vekë se mu kap dikon, i pengojnë të familjes ta. Cili është një koment që nështë për një met ka pengu edhe ty? Së është që i kom këqyrë shumë, adin kom marrë shumë komente pozitive të 2 video që i kom postu, amo kështu që mos e llogarit gjyshe non, se non është ajo që të lindë. Non është ajo që të rritu në menoj. Adin se ditën e parë, unë thash ditën e parë jam kon të gjyshja, dhe i sot jam të gjyshja, do me thonë, unë menoj që qaj njëri që të rritë është non, jo që ajo që të banë, se, s'po du me folë shumë për këtë arteme, se veç, adin prekna ma shumë, kështu që bëllu me që i kaqë. Sa i përket komenteve tje përmende edhe vetë dhe përmende vëtë në fillim të intervistës, që kjo buja që është bu që vajza Fillamorinës, mohën nënën e vetë, cili është raporti juaj në ashtë sot, kështu që mi ju tregu edhe të tjerëve që se po besoj që se cili prej tyre ka ashtu në kry, pse s'është ka e vetë se cili është raporti. Raporti e me nonën tëmë është shumë i mirë, unë thash se nuk kam nevoj me mohu as nuk e mohoj kur, se tek e fundit, unë në këtë botë ko marrë shkaku i soja, biten sa jem ka bo, po thjesht raporti jam e to është shumë i mirë, po si raporti me gjyshën edhe gjyshën nuk mënët me konë me prente mi. Unë edhe me babi, unë dhe babi jam e din. Babi jam thot gjithë, thot unë e di që ki dashniti për nanën edhe gjyshën, unë nuk lypi me pas që a dashnit madhe për mu, se e kuptan se unë si jam rrit me ta, jam rrit me gjyshën edhe gjyshën, se adin soarë më bjanë me përsërit krye një dite me njerës këtë san, adin më pengon, dush me kuptu që unë e kom sharu një herë, nuk pres me më thonë ka 100 herë pse të s'po jeton me nanën tonë. Se kur jam lidhën e me gjyshën, mas 18 vjetë, apo menon që mu i me shku të nona jama, po jo se unë suni la, respektin që e kam për ta, dashnin që e kam për ta, unë me ta jam rrit, unë jam që kjo që jam falë tyne, nuk jam falë nanës tem ose babës tem, jam falë tyne. Veç për që ta. Sa i përket pjesës komenteve në rrjetet sociale, po besoj që të prekti për shumë kjo pjesë, ose ka mujt me të prek kjo pjesë, sa kanë qenë
gjyshe dhe gjyshe ata cilët e keni diskutu në është që pjesën? Puna është që në diskutime gjithë u konë e heshtën si të situata din, s'kan dasht me përmen. Edhe asun e s'kom dasht me përmen, kom dasht me shujt se mos me folë heq ma mirë. Po e kom pa që ju pengon, se me thonë dikush rënd qika ja me mu, tu kalën e me gjyshin edhe gjyshen, është i bjen mja marë meritat gjyshit edhe gjyshës. Dhe me thonë, muve që këj fakt më ka pengu. Që mos thuj bile që unë jam rrit me ty, se unë meritat e meritojnë gjyshin dhe gjyshem, jo dikush tjetër. Mas sa kohë e kanë kuptu njerëz që je qika e fjollës? Se në fillim, unë nuk e maj men në fillimet kur ke qenë me e vogël, nuk e maj men që ke qenë në rrjete sociale që kjo është qika, vajza. Menoj që unë jam konë shumë ma herët apëtin, jam konë klasën e 2-3, që ashtë kur mami jam pat postu një foto me mu, edhe veç gradualisht adin u pat të harru, se gazetarë si s'te bënd madhe dikush, mua e harrujnë që eksiston. Po në qatë fazën e maturës, tani janë nisën me mnjoft ma shumë njerës të kush jam. Po edhe kështu nuk është që adin e kanë ditë kush jam sakë, se kur s'kom dasht me e menu njerës që unë jam një qik e dikujna me në madhe, s'prekin tuk, bla një qenë sene. Unë jam një njeri shumë i thjesht. Ti me më taku mu në rrugë, me më folun e mu më vjen te për mirë dhe unë nina me ty, qash që më gjëndi me thonë hajde pina kape. Adin jam qasi njeri nuk, mojën e mos me prejken tokë se për ndryshon se më kërkusha, adin. Jam një njeri thjesht, që bëj punën teme, kam një biznes, shkoj në stazh, që aty do me thonë spital, ti më nësh me më gjetë në spital si infermiera, adin kur që heq, si jam kërkushe të ke fundi. Jam thjesht një njeri që dalë në TikTok, bëj video me durimin, e bëj punën tem, e shkoj në lokal, i kryj punët e mija, shkoj në shpi, pi një kafe me gjyshin, edhe që kjo jo mëne. Se po pas kur në gjak me kur një farë menën e nalt, që thonë. Okej. A gjej njerëzit në isaj me thonë, i pas ke për në gjak sa, i pas ke për në gjak ati, ja e kil në e farë ti pare. Unë kom halën. Ta kom kalzu halën dje. Po ti mos kalzu shka kina folë në dje. Ja, unë e kom halën që i përngjoj, që më duko që i përngjoj ma shumë edhe njerës tojnë që se ola e me është gëndin, edhe është te për e bukur, edhe unë me bu mi përngjoj sajnë edhe në vjetë që i kone, thëmë o zotë gëzona se i ki 3 fmi, e me të përngjoj ti thëmë kuku sa mirë, e ajo gjithë bërna i kone, thëtë jo vëlla si e si unë e heqë, unë ja bë jo vëlla si te, ama kështu më duko që i kom përngjoj pak halës, pak gjyshit, adin i kom do t'i pare që ndomas, do me thonë nuk i kam të prindve të mi, veç ju duket njerës. Me pa dikush pa të njoft, kështu nuk besoj që kishin ditë që e qika e fjollës. Kur se kishin ditë dikush? Jo, se kishin ditë se s'përngjojnë. Po du me të pyte edhe saj për këtë TikTokut edhe njëherë, a ki me u mirë me TikTok edhe mas ti të martohesh? Se shumica mas i martohen fillojnë me i leon dhe punë që në të i bo kështu. Drejt, po ma thirë martesë. Valla, menoj që po, s'është që i pengon burit tema, për të ndurimit si pengon kësën se edhe i bën video në TikTok. A më thjesht privatsin tonë, personazhet e jetës tonë, nuk i kishëm ekspozua din. Gjyshin për shamu vjerën, nuk kam pse me dojnë TikTok. Po gjyshin e kom ekspozu, veç hajtë. E ka unë e u mirë. U hi një herë dhe tash mo që të komenajt të në kohën. Cili ka qenë komenti ma interesant kundrejt te edhe durimit? Një dishka që ose për të mirë, ose për të kesh, dishka që ke thonë, wow. O, zot, adin qysh, unë heq nuk himi këqy requestat, kur të mbina aty, edhe po ma shumë një qik, durimi tha është të rathë tu. Unë këthejma tu kesh, se... Edhe isha që është 24/7 me mu. Ku po ka vakt? Vesh një gjumë që në ndona, për din, edhe thesha qysh, edhe njëti koment i ka shku durimit në TikTok. Edhe theshëm, adin, dikush e bën me qëllim se menon me në ndo, po këtë sen harron e së s'muni, nejse. Adin veç komente palide që shto, kur i na mi shurën e keshë, se thëmë qysh po kam vakt mu mirë me kësi sene, se unë përshamu musmanin mi komentu dikojna, jo vëlla po të rathon kjo, po të rathon aj, kur njetë se bëja të sen. Po thjesht njerës nuk i kam punë të veta në regull, edhe shkojnë mirë me tjetër kanë. Edhe cili ke reagimi të dyve për juve? Kena kesh, se s'kena pas qërë. Të thonë të cili është të rathë qëto. Amo jo, kështë se kena fort e cili është ma gjelaz, pra? Gjëtë durimi, mos vetë. Durimi është shumë gjelaz. Durimi është, të më thonë, për stej për me. është në gjendje nëse një njeri më këshyrë mu, është në gjendje më nalë dhe me këshyrë non stop. Unë e thëmë ka njerë musik këshyrë mërë njerë se të menojnë që kina i bele me ta, na i problem, thojnë një mërës, pse me të këshyrë. Unë se kom shumë adin, ashtu se
E di që është jam se do më kërkosh. Oh, të pas ke kryti këtë flajqlije. Ja. Për mes jam. Aty A ka pas në fillim dyshime sa i përket lidhjes t'ju, të pas parasysh që na shohim tepër shumë njerëz që bëhen ka dy në rrjetet sociale dhe nashta kur fa lidhje nuk kanë me njëri tjetrin. në komente kena mora jeni qeft të TikTok-ut, a jeni qeft për një men. Po, për 2 personave domethënë. Edhe më ka çudit pse më kanë qeft të TikTok-ut, më ka thonë se po bën 2 veta bashkë për me dhezë në TikTok. Edhe unë për me jo me që s'o kom prit, edhe në qatë farë përgjith, qatë farë pyetje se na për shembull na qeft që kena më martu, kena më feju, a dhe në është. Po për që jena qeft të TikTok-ut edhe për që buon qeft bashkë për TikTok, unë s'di, s'kisha një. Ata morën ai shembull se kush është qeft i TikTok-ut, sa më thon kështu kush Jo se di. Ja se di, nuk e, jo s'm kanë thonë kështu që është ndaj kush sakt, ama shumica menojnë që ka qifte TikTok-ut, tash nuk e di kush ka vakt me argju ko me dikën për TikTok. Atë duket shumë interesant. Unë po mendoj që e prekëm bëja gidosene, nuk e di kom harru me 2 vjet në sen, nëse kom harru me 2 vjet në sen që të ma nërmen. Sen s'ke arru. Bol ke folja. Kështu që cili është një mesazh i ytë për këtë ata që përcjellin shumë në rrjetet sociale, që ata që vinë me të vizitu në lokal, që nashta ka njerëz që vinë edhe vetëm të pa ty jo me kry shërbime të cilat i veç i bën atë. Unë them gjithë që përshëndetëm një ku të mshine, se jam një njeri shumë i thjesht edhe ja u kthej, mos u të të nuk jam qasi njeri keq, edhe çdo sen që dëni me arrit, bëneni, se edhe nëse dështon, nuk ka lidhje. Thjesht që ato që dënë me bote, bëne. Që kjo është edhe dashurinë e jetës gjenë, sa më shpejt se pja vlejke. Që për më shelëm, a? Po. Faleminderit shumë që e konë. Shumë faleminderit edhe ty që më ke ftu, edhe faleminderit për mundësinë që ma ke hapsur. Edhe u takofshim prapë. Love you. Kështu që mirë të gazetës dhe mos ka që keshim për këtë javë, është jam javë nash me tung tung. Tupo. Tupo. Tupo.